jam marrë me çështjen e tunelit bukur shumë. Gati që mos them që di detaje jashtëzakonisht shumë të vogla. Dhe po m'jen keq që po flet me aq lehtësi për 50 milion sigur të ishin një grosht lekësh. Për këtë qeverisë jo, më vjen keq që ata që kemi në krye nga qeverisi i trajtojnë 50 milion lekë sigur i kanë parë xhepi që ja falin kujt duan. Unë po flas për rastin, ato tjerat i ndjekëm një nga një. Unë po flas për rastin e tunelit. Na mund të flasim a ka cilësi apo jo tuneli. Na mund të flasim se a ka ndihmu kompania turke apo jo, ato e caktojnë ekspertë, se as ju nuk jemi ekspertë. Me thot dosje Spakut s'kan bërë asnjë punë, nuk kanë sjellë asnjë makineri, s'kan një punëtor në Shqipëri. Kanë prerë vetëm fatura, skema klasike. Tunelin me detaje, ti duhet ta dish se sa punëtor turk dhe sa makineri turke dhe sa përqind të punimeve ka bërë kompania turke që fitoi tender. Që janë 0 në 3 rastet, 0 punëtor, 0 makineri, 0% e punimeve. Kanë prerë vetëm fatura. Skema klasike korruptive. Vetës të drejtë të flasë si inxhinier, si makinist, se qëfar makine ka qenë aty. Po nuk qartë cilësie ka betoni. Jo, unë po flasim për korrupcion 50 milion. Jo me për korrupcionin flasun, se jam kompetent flas për korrupcionin. Disinformimit edhe ka flimi shifra. Se flite edhe për 16.000... Po me qarë kanë lidhje? Ata lem 22. Nëse do kemi 16.000 faqe, ti do ishte shpëndurie. I shkel me kaq lehtësim. Baton, ata lem 22. Po si kam shkel unë me kaq lehtësim, është Belinda Balluku dhe të vetët, kanë anulluar një tender që ishte fituar me vlerën 140 milion euro. Ja dhanë një kompani 190 milion euro, e cila nën kontraktoi për 140 milion euro të njëjtës kompani. Kemi bërë debat dhe ky debat është deja vu, prandaj tu është thënë për incinerator vlla. Ka dalë vetë kryeministri ta ka treguar me foto dhe me video Shqipëria e plerave dhe Shqipëria si do bëhet me incineratorët apo jo. Dhe këtu janë 430 milion të zi. Dhe sot që flasim, nuk ka incinerator dhe ne vazhdojmë guxojmë, themi që shiko se ke tuneli nuk u vot, po se ke kjo unaza ishte gjeostrategjike. Këtu është një vjedhje në çdo veprim që bëhet. Jo, po incineratori s'është, po tuneli është. Po pra, po incineratorët s'janë fare. Sa vepra bëhen mos edhe këta të 5D-s. Bënin ca punë, po lekët i merrin gjitha për vete, kupton? Ky është problemi që kemi. A janë 50, a janë 49? Çrënsi ka, më fitoi një firmë shqiptare me 140, e mori një firmë turke me 190. Firma turke nuk shkeli as i ditë Shqipëri. Të gjitha punimet i bëri firma Gjoka, të gjitha nga A-ja ke Z-ja. E njëjta për 140 prap. E njëjta. Dhe këtu kemi të përfshirë media, këtu kemi të përfshirë qeveritar, këtu kemi të përfshirë njerëz që kanë dhënë para dhe ne të gjithë e dim dhe flasim që shikoj se këtu ka pasur distance. Ne dim dhe kush ka marrë lekët. Kur dalim jashtë dhe themi me njëri tjetrin, po si ai shumë kishte marrë ai atje, ha? Për këtë punë nuk bë ky sherrri atëre. Po të gjithë e dim. Tash i bëjmë muhabet sikur... Bërë batoni si di. Pa e dim edhe batoni se të gjithë e dim tash. Mos bëjmë sikur se dim. Tu s'ka vepër publike që nuk është vjetë tash muhabet kot. Te imuniteti, unë nuk besoj për momentin që ka një presion ndërkombëtar, se po të kishte, do ishte një vendimarrje e marrë ditën e sotme. Do më besoj pikërisht zoti Rama këtë po bën, po teston, ndoshta edhe partner ndërkombëtar. Pra ti thua nuk është vendosur akoma. Po fiton kohë, unë besoj që nuk është vendosur akoma. Ai po përpiqet të fitojë kohë dhe për të parë derisa do shkojnë partnerët, pra do t'i kërkojnë vërtet në fund që ta bëj këtë çedim ose jo. Sepse deri tani nuk shikoj nëse Rama vendoset midis imunitetit dhe po themi partnerëve europian, këtë do zgjidhte sipas teje. Unë besoj që e ka thënë dhe vetë, pra kjo është një rrugë pa kthim. Nuk besoj që do t'i krijonte kaq shumë kosto vendit, aq më tepër me atë që kanë thënë që vitin tjetër do mbyllin edhe pjesën e negociatave të bëjnë një aventurë të tillë që të zgjedhin mes njërës ose tjetër. Zgjedhja do jetë e detyruar, nëse do jetë e tillë gjithmonë. Nuk kam parë sinjale deri tani që të ketë ndonjë ndërhyrje ose ndonjë ultimatum. Edhe ditën e sotme antarët e Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian kanë qenë shumë të kujdesshëm, gati nuk e kanë përmendur. Këtu në Shqipëri e kanë përmendur pasi kanë padur një sistem nga gazetarët, por jashtë kanë folur për parime. Jo, ka përmendur sot në mbledhje, ka thënë presim, ka thënë që politikat mos bëhet të mos jetë mburoj politike në kërkesë për heqje imunitetesh. Jo, sa se ka. Po, e ka thënë Kovaçev. E ka thënë Kovaçev, e ka thënë sot në mbledhjen e Komisionit Jashtëm. Ai ka thënë që jemi kundër protestave. Dhe Michael Geller ka thënë, pavarësisht takimit shumë interesant që bëm me kryeministrin, i tham kryeministrit që prova e pudingut, i tham kryeministrit, ka thënë sot në mbledhjen e Komisionit Jashtëm, prova e pudingut është kur vjen që ta hash
Pra, kur të vjen ty çështja balluku në dorë, ajo është prova për të parë si do ta trajtosh ti. Jo kur e bën pudingun edhe e shet, edhe e marketon. Jo, e tha në veçanti. Po lëre me çka kritikon opozitën. Rekomandimet kanë qenë për parimin në total, nuk është folur për rastin konkret. Por patjetër që zoti Rama, duke qenë se është procesi negociimi tani, ka një lloj stepje si rrjedhoje procesit në vetvete dhe asaj se si do të qasen ndërkombëtarët mbas vendimit imunitetit. Dhe në optikën time, prandaj sot nuk ka pasur një vendim të drejt për drejt për çështjen e imunitetit dhe mendoj që çështja e imunitetit në një farë mënyrë është purgatori, e ka vendosur qeverinë dhe kryeministrin Rama në mes të dy zjarreve në një farë mënyrë. Nëse do ta votoj për ta hequr imunitetin, patjetër që do marri një lloj pëlqimi dhe duartrokitje nga ndërkombëtarët për veprimin, por nga ana tjetër humb betejën e vet ligjore që ka bërë deri tani. Nëse do të vendosi për të mos ia hequr pastaj imunitetin, do të do të fitoj betejën ligjore, atë që ka bërë deri tani, sepse deri tani në farë mënyrë do t'i qëndroj, do ta çoj deri në fund dhe nga ana tjetër do të hasim ndoshta ose me destabilitet ose me reagim nga ndërkombëtarët. Dhe këtu frika është si rrjedhoi faktit që jemi proces negociim, por nuk mund të themi që zotëria referohet që kanë dalë me deklarata etj, kur McAllister, një nga drejtuesit e delegacionit Parlamentit Evropian në Shqipëri, erdhi as nuk e takoi liderin e opozitës, bëri dhe dy kritika shumë rëqëndësishme për destabilitet politik dhe për faktin që sot politika lutem, opozita sot po bën në një farë mënyre destabilitet edhe po themi protesta që sjellin dhunë edhe prodhojnë dhunë dhe ky lloj polariteti politik Belinda vjedh edhe ka fajin opozita që duhet vi një zyrtar i lartë dhe më shumë të kritikojë opozitën se sa të flasë për çështjet e brendshme. U kam përshtypjen, nuk do të them se Parlamenti Evropian janë vendet anëtare vetvete. Parlamenti Evropian mund të thotë çfarë të dojë, ju e dini shumë mirë që Komisioni Evropian rekomandonte hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe vendet anëtare bllokonte një Holland. Dhe nuk na bllokoi pak, por na bllokoi 2 vjet. Kishe për imunitetin diçka? Domethënë se ne merremi, çka ka thënë BE-ja ka dalë me qendrim të qartë. Para një jave, Komisioni Evropian nga Brukseli ka dalë shpyt nga mediat shqiptare dhe ka thënë, për ne çështja e imunitetit është vi e kuqe, kuvendi ka detyrimin ta çojë sa më parë për votim. Çështja e pengesës drejtësisë prapë është vindarse në Bashkimin Evropian. Dhe ne e dim këtë pavarësisht si e kanë thënë në mënyrë eksplicite, por për mua kanë thënë hapur. Dhe ne e dim që është i problem. Çështja është që ne gjithë të folëm si do ja bëj Rama, do e bëj kështu, në radhë parë duhet të themi për ne. Çfarë mendojmë? Pra unë çfarë mendoj? Duhet heq imunitet. Unë mendoj që duhet heq. Në momentin që shkon, ti nuk e bërë gjë, unë i besoj që ajo nuk ka akuzë për korrupsion, si thot Batoni, njëri që s'ka akuzë për korrupsion, shkon përballet me drejtësinë, fiton, kthehet, si përballet, po të marrin fusin brenda, ka 2 vjet po rrimeta brenda, si. Po fiton, ka shumë që rinë pa drejtësisht në burg, po fitojnë fund kur dalin të pastër. Po si, të rrë 2 vjet burg të deli pa faqe. Dhe meta po rrimë, po të meta e dyta, ose një prokuror i Spakut, ke cilët ne kemi shumë besim, sidomos mbështetësit e reformës në drejtësi, kam pas shumë besim të ta prokuror, se janë trajnuar në Amerikë, tjerë nuk bëjnë gabime, mund të bëjnë kështu dëmet vogla, po në profesionalisht ai ka thënë që kjo zonja rrezikon deri 35 vjet. 35 vjet burg nuk janë për investimet geostrategjike. 35 vjet burg janë për shumë gjëra tjera, ka hetim pasuror aty, ka përfshirje me organizata kriminale. Po se ja ka thënë që nuk e kanë thënë prokurorët këtë gjë, ka qenë një llogari e bardhit aty.